kam një ndjenjë jashtëzakonisht madhe se më kujtohet rasti i bombardimeve të NATO-s me forcat serbe okupuese në Kosovë. Po sa ka qenë kënaqësia, që ka qenë edhe një frikë për shkak se ka fillu dëbimi i popullatës nga shtëpit dhe vatrat e veta. Mirë po, ajo ka qenë një shenjë se NATO ka intervenu në momentin e duhur, mos me ndodhë raste tjera në shtete tjera, sepse në Bosnjë kanë marrë një mësim. Që është zakonshëm, edhe e din që ka ndodhur në Bosnjë, për atë edhe nuk e kanë lënë që edhe në Kosovë të ndodhë njëjta gjë, një genocid mbi popullatën civile, siç ka ndodhur në Bosnjë. Kështu që fjalë tjera veç janë të tepërta që ka mujë me thonë për bombardimet e NATO-s. Për fat mirë jo, unë dhe prindi kemi qëndruar këtu, të gjithë antarë tjerë të familjes janë konë jashtë, në Maqedoni. Neve na kom banu në Bregdilin, Kodrdili dhe kem qenë sofer të hangër drekë dhe kanë hy grupe parlamentare dhe në të pjesën e përme komplet në kanë marrë dhe në kanë bërë dhe shtaman sikur për para që ka bo Hitleri ata që fut dhe në kanë pru, kanë dosh me në qu në tren me në shpërngullu në kur marrë që të kjo elektrokosovës është për balë kom pas dhondër motër në banesë dhe kom ikë me fmi kem ikë për anë edhe kem hinë banesë mirë po përse i kanë ardhë aty se ajo banesë ka qenë pak me kanë pas të elektrokosovës ka pas e pak përzime aty edhe Serbë edhe kanë ardhë në kanë përzonë dhe me motër me këtë në kanë qitë edhe në Blacë unë e kom bretu Blacën dhe po unë ne kem pastaj një 13 antarë të familjes e tjerë. Ne kanë djegë komplet, se jam për një fshatit të pesë, dhe e kanë djegë komplet lagjen, kryesisht lagjen tonë, është lagja i Bërdime, e kanë djegë krejt, dhe i kanë vratë 13, 3 lazën 8 vjetër që kanë qenë, i kanë marrë fëmijën dhe gratë, i kanë qitë me barë, i kanë pa, dhe i kanë djegë 3 lazën kanë qenë i Bërdime, e aty i kanë djegë me gjatë mbrana. 27 vjetore me bombardimet të Kosovës, për që ma herët u nisë kjo, po atë ditë ka përfundu gjithat që me shekuj u prit kjo, që në kom të kupum këtë shmëri këna pos, e ka qënë për njerë kjo, për që shekuj në ri që jem që është djeli rëzën për kombin shqiptar. Aja ditë të kone veçantë. Që shka qenë atë mas bombardimeve, ata e kanë ditë që kanë me bo masakër, se ata janë fliqër, ata me civil. Ato bombardimit luft me s'kanë bo, ata kanë bo ma shumë me civil, kanë qitë civil për para më mbrojt edhe Serbia është i fliqër me atë gjithat luftrat që ka bo, e ka me fliqni. Për këtë ditë është mirë, se shqiptare ka një që one, jem gjithë. Si cili periudën e vetë ka bo diçka, se çdo qeveri ka bo, është më rëndësi bashkimi. Shqiptarit i falë këtë po rezultatën që ka rritë nuk ta falë gjokin, ti falë këtë po që i njeri madhe që përnën nuk ta falë, që unë dhëtë me kanë thëtë, jaj. Ajo datë është historike, kam përjetu në Prishtinë, nga gëzimi kemi valzue, se e ditëm që në erdhë koha që do të lirohemi. Edhe ka qenë datë shumë e rëndësishme edhe paharrueshme, edhe s'do të harron populli jonë kur, se na liroj nga një pushtues i paskrupullt, pushtues i poshtër, që ka bo masakra në grajnë, fëmije në pleq, e kurse si nuk ka pas guxim, te ajo ushtria jonë, çfarë ka qenë me do Kalashnikova, s'ka pas guxim mu përballu me ta. Kemi shumë kujtime më të reguë, për to se gjatë ta në kohën bombardimit kam qëndru në Prishtinë, kemi vujtë jashtëzakonisht shumë. Me të regu të një të vërtet, që janë armë 11 natës, më kanë rrëthu në shtëpi, e kanë gjujtë shtëpin, krejtë antarë të familjes, i kom pas plus kom pas musafir, me dritare, me të gjitha, s'di që kemi shpetu të gjallë. Po, në Prishtinë. Ta në kohën kemi shpetu fatmirësisht, por si familje nuk një vllaj kom pas me kanë ra gjatë luftës,
ma lagrojnë me 7 fëmijë, dihet jeta sa e vështirë, më kujdes për familjen tonë, për familjen të vllaut, por çka të bëjmë? Kryesore jemi shliru njëherë definitivisht për gjithmonë, edhe besoj që punë t'i kemi mirë.